Në anën tjetër në lidhje direkte e kemi Rën Kastratin, edhe Roni është ekspert i shëndetit mendor, kënaqësimet pas në lidhje direkte Rën. Kënaqësi edhe për ju, faleminderit. Do punina shumë mirë mes trive, moderatori, gazetarja, psikologu. Faleminderit shumë edhe punina shumë mirë që mes ekspertëve të fushave të ndryshme që përmbushin njëri tjetrin në këtë çështje, paralelisht do të flasim për një temë të rëndë, duke marrë parasysh se numri i krimeve përshtohet në vendin tonë, kishim 9 vdekje për shkaqe të ndryshme. Në anën tjetër do të thesha prap tek ajo çështja e çështjes mendore, para se dalim tek një rast tjetër, zonja Gashi e cilësoi shumë interesant impaktin që ka natyra në këtë rast hëna tek ngjarjet. Mendon në aspektin psikologjik se ka periudha të caktuara gjatë vitit, zotri Kastrati, që njeri është më i prirur për të bërë ndonjë problem, për të shkaktuar ndonjë krem, apo për të ndjerë ndryshe emocionalisht, apo kjo ka të bëjë më shumë me çështjen e kushteve momentale, atmosferike, pra s'ka faza të ndryshme gjatë vitit, por thjesht ka faza të ndryshme ditore, të cilat ndodhin konfor kushteve të ndryshme, faktorëve të ndryshme, që mund me qenë prej ushqimet e ku ta diën, unë e që të regova përvojën time. Po, absolutisht, për ka logjika e përvoj. Po, zotri Kastrati? Psikologjia njihet si shkencë e cila bazohet në rezultatet e arritura empirike dhe objektivisht konstaton kombinimin e shumë faktorëve në shfaqjen e dukurive të tilla. Në rastet konkrete, nëse ne vlerësojmë nga qëndrimet tona, bindje dhe opinione që kemi për ndikimin e faktorëve astrologjik, gravitacional, faktorëve në nivelin astronomik të planeteve, atëherë këtu akoma nuk kemi të gjetura shkencore që ushtrojnë impak në shfaqjen e këtyre dukurive. Megjithse, a ekziston hapësira që këto të studiohen? Patjetër që po. Nuk i mënjanoj apo nuk i mohoj këto. Megjithatë, mos haro Kroni, në qoftë se periudha ne ndjehemi ndryshe, përjetojmë luhatje, disponimi, humori, këto probleme nuk mund të jenë vetëm psikologjike, mund të jenë edhe organike, mund të jenë edhe ambientale, mund të jenë edhe klimatike. Pra ju po e shihni, jemi në një periudhë vape ku sot unë njoh dhe dëgjoj njerëz që kanë probleme të shpeshta me frymarrjen, kanë probleme të shpeshta me luhatjen e disponimit, kanë probleme të shpeshta me impulsivitetin. Absolutisht, dhe këto pastaj mund të shkaktojnë probleme në kuptimin e disponimit dhe gjëra tjera. Por Roni qëndron me nesë kur dominon impulsiviteti, dështon arsyetimi racional dhe prodhon vëllavrasjet dhe probleme tjera në nivelin homosuicidal. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe në Dragash, realisht ka dominuar impulsiviteti, në zgaboj edhe kishim një rast të vrasjes me thik, u vra imami i fshatit. Derisa në zona të ndryshme imami ka dhe një rol, një peshë realisht për komunitetin. Absolutisht. U përmend shumë mirë edhe çështja ambientale, pra ndikimi i ambientit dhe vendit se ku ndodhen. Kjo mund ndikojë në fakt edhe tek pjesa se si të njëjtit sillen në rrethin e tyre, për shkak se në terrenin ku ne shkuam për të raportuar dje, që ishte diku 40 minuta larg qendrës së Dragashit, ishte një zonë e cila ishte më pak e zhvilluar fillimisht. Gjendja socioekonomike po ashtu ishte e dobët dhe personi i cili dyshohet në këtë rast se ka kryer vrasjen ishte person që kishte jetuar një jetë, themi ashtu, më shumë tek malet, më shumë tek natyra, edhe më shumë me kafshët e egra. Dhe rrjedhimisht sjellja e tij agresive ishte vërejtur shumë shpesh në komunitet, por që të njëjtit për shkak të mungesës së zhvillimit të zonës ku ata ishin, nuk e kishin marrë iniciativën që të raportonin rastin në polici dhe kishin ndjerë një distancë të policisë me vetë komunitetin e tyre. Ai kishte kërcënuar disa herë banorët e zonës, kishte edhe persona të moshës 4 dhe 5 vjeçare që ju kishte drejtuar se kur të mbushni 18 vite unë do t'ju vras, që ishte kërcënim, pra që kishte ndodhur në komunitet, pastaj kishte kërcënime ndaj 4 vëllezërve. Kanë qenë rastet lajmëruara në polici? Kanë qenë të lajmëruara vetëm me telefon, kemi një kërcënim për jo detaje, për shkak se ata nuk e ndjejnë veten se janë shumë mirë të integruar brenda shoqërisë në Kosovë. Ata nuk e ndjejnë veten sepse ne nuk ja ofrojmë base shërbime shtetërore. Po vetëm se kjo është e dyanshme.
Kroni, absolutisht, është e dyanshme. Edhe qytetarët vetë, për shkak të ngritjes së vedijes dhe mundësive të shumta për të raportuar një rast, duhet të marrin iniciativat të tilla. Nëse nuk do të kishte forma të komunikimit, nëse nuk do të kishte telefon, rrjete sociale apo shtrirje të internetit, siç edhe kishte në atë pjesë, do të ishte e kuptueshme. Natyrisht që faji është edhe tek organet kompetente të sigurisë, në këtë rast edhe policia që nuk bëjnë ndoshta patrulla shumë të shpeshta në atë zonë, por përderisa i njëjti ka kërcënuar edhe shumë persona të tjerë, ka kërcënuar edhe vëllezëri, duke i thënë ju jeni 4 vëllezër, unë do t'ju vras 2 nga ju pas 3 vitesh. Shembull, këto kanë qenë kërcënime që nuk kanë shkuar. Kultura ja komarit. Po jo, dhe nëse këto kanë shku në policinë e Kosovës, këto informata, atëherë inspektoriati i policisë Kosovës do të marrë hapat e tij, sepse i njëjti person për cilin pas ka pas telefonata në polici, ka kryer ditën e djeshme një vrasje makabre. Makabre, absolutisht. Unë në masporin këtë rast dushoj edhe besoj që këtë punë do ta bën prokuria e Prizrenit, siç parashihet, s'po du më lidh gjithmonë me praktikat jashtë shtetit, po duhet detyrimisht ajo të imponohet edhe në sistemin tonë prokurial, për arsye se kur bëhet vrasja, do me thonë domosdoshmë duhet t'i bëhet një personit ekzaminimi psikiatrik. S'ka rëndësi, do me thonë, edhe përpara si është ajo shpreha popullore, zoti edhe ka thonë, pa u tranu nuk e mbytja dhe tjetri. Mirë po, me gjitha te duhet, kurse në praktiken e hetimeve këto pëgjojmë shumë rrollë Kruni, edhe po detyruhet ai që ka avokat, dikush nuk ka mundësi, edhe imbetet barë prokuris për arsye se për kundër fakteve fajsuse, parim themelor i kodit procedurës penale është që prokurori të gjej edhe rrethana çfajsuse, tash në këtë drejtim. Me personin cilin po e përshkruan gazetarja, ai si duket pas ka pas problemi gjithë rrethi, mirë po siç janë te na shqiptarët, ai mos të mjet në dorë ai mos të kam të loshe unë, edhe ka orë dhe të përfundimit që ta privoj diken nga jeta. Kështu që në këtë drejtim unë e besoj që prokuroria do të dërgon ato në ekzaminim psikiatrik, edhe kjo do të jetë edhe një model që aty ku shohëm qoftë në rrethin tonë ma të gjërë, rrethin shoqëror ose ma tutje, që kur e shohëm që një person ka predispozita të agresivitetit, pa knacis gjithmonë me të tjeret, pse jo dhe të lajmërohet policia s'po ku të preventohet. Kështu që nuk pedim na apo ka raport apo nuk. Ama zonja Gashi, para se me ndodh, do të kthejmë të këtë rëmë, para se me ndodh për shembull rasti i Banjskës, një problem tillë me policinë e Kosovës e kom pasur edhe në pjesën veriore të Kosovës, tu kthy prej skimit në Kopaonik, së bashku me 3 shokë edhe shoqët e mia, jemi ndjek prej një veture e cila ka dashur me na hudhë në lum. Gjatë gjithë kohës që kemi qenë të ikë prej asaj pjesë, na e kena telefonu policinë e Kosovës. Ata kanë folë në gjuhën sërbe dhe s'na ka marrë seriozisht fare. Kjo është realiteti që ka qenë para aksionit në Banjska dhe para dorëzimit të asaj pjesës së uniformave edhe të detyrës zyrtare që dorëzuan. Po aksionet, që ti Kroni për të regojni për bukime. Jo, më falë, veç duhet me të sekë se në këtë rast do të më ullumtu problemin edhe inspektoriati i policisë Kosovës. Në qoftë se ka pas telefonata se një person po e kërcënon dikë tjetër edhe nuk ka pas një vizit për policisë Kosovës, atëherë këtë shteti nuk funksionon. Po ta përforcoj një rast timin, mu ma kanë hop një faqet Facebook të rejshëm. Edhe natyrisht si avokatë në komu që dikush mund të damtohet, në emrin tim me fotografin tim ta dëmton diken, kam të shku në polici. Kanë qenë disa polistri. Unë zakonisht policinë e mbrojnë, mi dini prononcimet e mija publike. Rruga jote fillan atë? Jo rruga jam, pa ata jënë të parë që të me na mbrojt. Po mos të kishte qenë kam gulja e ime, edhe si avokate që e ditë drejtën time, imagino, duv me thirë shefa, për me ho për rastin me marë krimet kibernetike, kush është ai cili po ma prik privatsin, se privatsin e kena të mbrojtur me kushtetut. Edhe ajo më ka dëshpru një moment. Mirë po, me gjitha te i amnistova ata polisteri se me shku drejt një inspektoriat edhe mos me bajt uniformën gjithë kushi. Imaginon t'i shku një personi cili nuk ka një uri për ligjit edhe nuk ka cenu. Pe morëm, kjo është një detalj shumë i vogël, po dalim të kjo personi cili këtë rreti gazetarja e ka kërcnu ato, i ka kërcnu fmit këtë kanë hesht, telefonatat janë anonime, kur dushti anonime me të në polici anonim, do me thonë nuk dekonspirohet thirrja, për shkak se është një rregull, unë kam qenë edhe policia dhe jam avokate, është një rregull që unë e përdori në çdo prononcim timen i bëj thirrje qytetarëve të Republikës Kosovës. Atëherë kur çdo qytetar i Republikës Kosovës bëhet polic,
Policë së bëmë na me vesh uniformën me morarmen, po ti bësh policë kur bashkëpunor me polici. E nëse ata nuk janë efikas, është edhe inspektoriati, tash janë edhe këto, do me thonën, po mundim edhe përmes rjetëve dhe përmes formave ndryshme, ata persona, do me thonë, të identifikojmë në mënyrë që mës të bartin ata peshen e sigurisë dhe në anën tjetër mës të krymë punë. Përmendë pak Problemin që a njëri nuk qohet ma që e ka thirë me thikë. A që ma te për thirja me thikë është te për mizore, edhe pse çdo marrje jetës, çfarë do mënyre është mizore. Rënd, faleminderit për prezencën. Vetëm një gjë për punë. Shumë shpejt të lutem. Me kac. Po, sepse mbeta spektator kësaj herë, ndoshta nuk të duket e drejta apo. Rënd, nuk më duket të drejt, kërkoj ndjes, por je i shkurt sepse e kam një kohë televizive cila nuk më pyet fare. Faleminderit. Po, vetëm se ti moderator dhe menaxhon kohën. Patjetër, po kësaj here kam qenë moderatori dob dhe nuk e menaxhova, kështu që mirë kuptoj. Sa i përket perspektive kriminalistike, unë thjesht i bëj thirrje zënës Feime, e cila është super profesionale në fushën juridike dhe i përcjell me zell emisionet e saj, edhe gazetarës së nderuar, hajde të përvishim mendje dhe të bashkohemi të formojmë një projekt propozim kombëtar për parandalimin e vrasjeve, ku përfshihen psikiatrë, psikolog, police, avokate, gazetar hulumtues, sepse ky ekip, unë bëj propozim publik, ky ekip do të analizojë rastet me rrezikshmëri të lartë dhe sigurisht do t'i parandaloj këto tragjedi që mund të ndodhin, sepse përbohet nga protokolli kombëtar, i cili ka të bëjë me vlerësimin e rrezikut. Andaj ju ftoj, i bashkojmë forcat për të kontribuar në shoqërinë tonë. Rënd, krejt në fund e ke thonë fjallën ma të mirën për sot. Faleminderit shumë, pajtona plotësisht edhe propozim jashtëzakonisht i mirë. Kërkoj falje, ka që kishim kohën sot. Knatësit ju kisha. Faleminderit Roni për propozimin publik që e bone. Po, faleminderit zonja Femije gjithashtu për prezencën, e di se jemi... Po, shkurtur, kjo është një temë shumë e gjerë, për shkak se të vrasjet përveç që privohet njëri nga jeta të shohet ma, të dy familjet të pësojnë. Do me thonë, përveç individis, edhe pse përgjithësia është individuale, po ja që ndë njëherë në Kosovë kombinohet edhe me drejtën zakonore dhe me traditën, për arsye se familjet hynë hak, do me thonë, damtohen shumë. Kështu që bëj apel për mes televizionit juj që aty ku ka mundësi të zgjidhen janë institucionet kompetente, për shkak se një shkrepje mund të ndodhë ose një thirrje me thikë, mirë po pasojat janë shumë të mëdha. Sidomos në rastin e Dragoshit, nëse dikush e shef edhe njëherë dikën të shqetësuar apo person që ka nosë policia e Kosovës e ruan anonimitetin për ata që i thirrin për shkak se siguria e qytetarëve të Kosovës duhet të jetë numër 1. E vërtet. Altiona, një koment për fund, ti raporton shumë rastet në gjashme? Unë raportoj, do të vazhdoj të raportoj, por uroj që rastet ku ne raportojmë në fakt të marrin vendimin e duhur gjyqësor edhe të pakohen sa më shumë këto vrasje dhe këto vepra kriminale. E qarë, zonja Zogaj, zonja Gashi, shumë knatësit ju kisha në studio, faleminderit për kohën. Gjithashtu Kroni, për shkak temës edhe erdha pa nxitim. Ishte shumë knatësit, ta kishëm ekspertizën tuaj. Me që atëherë, duke përshëndetur zonjën Gashi dhe zonjën Zogaj, shkëputemi me një shtëpisë dhe rikthehemi e flasim për diçka tjetër. Dikush thotë se Serbia ka pranuar një armatim të jashtëzakonshëm, të cilit duhet ja kemë frikë të gjithë fqenit, por për çfarë po bëhet fjalë këtë çështje diskutojmë në bllokun e radhës.